Javën që kaloi në një nga programet tona, ishte edhe pasdite në Porto Channel. Atje kishim ftuar një gazetar dhe një opinionist shumë të mirë. Është një mik në fakt, edhe një fan gjithashtu i Portokallis, vjen ekskluzivisht për herë të dytë, Ermion Konomi. Mirëmbrëma, mirë se erdhe, zoti Konomi. Mirëmbrëma, mirë se ju gjej. Mirëmbrëma, është kënaqësi që të kemi këtu. Është një fat, domethënë dhe kënaqësi gjithashtu dhe për mua. Sigurisht që do të dëshiroja të pinim një kafe. Pasi vërtet do na bënte mirë dhe sigurisht që kafen do ta qerasun. Jo, nuk ka problem se ne jemi në shtëpinë tonë, kështu që ne na takon që t'ju qerasim kafen. Atëherë kam një pyetje direkte për juve. Po? Çfarë mendon ti për gazetarët, me që është dhe profesioni yt në përgjithësi për gazetarët? Çfarë mendon? Atëherë, për një pjesë të gazetarëve, le të themi një 70%, do të thosha që nëse ata do të dinin të lexonin, nuk do të shkruanin fare ato që shkruajnë. Po për... Të ndërshrim shumë interesant, më pëlqeu. Shumë interesant, po për aktorët, çfarë mendoni? Sigurisht që, domethënë, për aktorët që unë kisha dëshirë për një kafe. Alo. Jam. Do ma bëshi, ma ke bërë kafe? Atëre futo ma shil kafe më brënda. Po vjen kafja, po vjen kafja. Zoti Konomi. Me që ti kërkove kafe... Edhe prandaj... Jo. Pije kafen, bëf mirë të qerasun se Faleminderit për kafen, por... Ku të kam parë unë ty, se ku të kam parë? Edhe unë se ku të kam parë ty. Me këm gjason ti mua, më. Unë jam opinionisti, Arjan Konomi, ti kush je? Unë jam analist. Që analisti je ti mu? Si që analisti jam? Ku ke qenë analisti? Si ku kam qenë, ku s'kam qenë analist? Në gjitha do vënde. Po jo më dha, analisti jam unë. Analisti Big Brotherit jam unë. A më njërë, apo jo? Ta një ndatë... Pije kafen. Dhe shko në një vënd kështu afer urgjencës, aty që mos të doj shumë ko ambulanca dhe ditët të marë. E di si është, ideja është këtu do me thënë që ti e ti dhe unë jam ti. Por... Falë, se s'po kuptohemi, tani do më sjerosh apo jo? Ti kush je, se unë jam opinionisti. Ma thuaj dhe një. Unë jam analisti. E ndatë apo nuk e ndatë? Do në ndash ti se ndaj unë. Juve jeni Arjan Konomi, ky është Ermion Konomi. E pive kafen? Pas ka dash në një dozë më të fort, nuk i ka bërë efekt. E more vesh tani kush je? Rri afër urgjencës. Orë, mjef mua ti apo jo? Orë, të njofë të ashi, po prit të ashi. Ti qënë gjë në pishin ti me Albana Osmani? Kam qënë në pishin. Kam qënë unë më vla. Kam qënë unë në pishin me Albana Osmani, jo ti. Unë qa bëra, ja të themu se... Eshë? Ka zënë tu gripi, apo më ka zënë mua gripi? O zuri edhe të pëlqeu kafja që të solli Arjani, apo jo? Qa kafe, po më thëmë stomaku, mbarova të marë... Do dhe një... Alo... Ambulanca... Ma s'il një infermjerë se vdisha. Po gropi Gjanin... Faleminderit shumë. Arjan Konomi. Arjan Konomi. Mirë se erdhe, zoti Arjan. Mirë se erdhe. Një mik shumë i mirë Joni, një mik shumë i mirë i Portokallis. Ç'mund na thuash? Eneda, unë në ratë parë jam shumë i kënaqur që jam këtu sonte, për para këtij publiku të mrekullueshëm dhe mes ju të dyve që jeni nga moderatorët dhe prezantuesit më të shkëlqyer të suksesshëm në Shqipëri, ju uroj me të vërtet fat për të sezon. Jeni. Faleminderit Arjan, ishte pak e tepër tani, po. Jo, kur bëhen opinione zakonisht në studio,
nuk janë kaq të mira. Megjithatë, a mund të na përcaktosh me notë, lutem, çfarë note marrune, çfarë note merr Neda? Me notë, Një opinion tëndin për me notë. notë është e vështirë, nuk e di tani të them një notë. Ti Salsano, se di, ndoshta mendoa mi 7. Megjithëse jo, prit një sekondë, hajde këtu. Se nuk dua ta ngacmoj më me nota, domethënë, por Mos më ngacmoj. po i them publikut, çfarë meriton 10 Salsano apo jo? 10 nga publiku. Ose ta themi ndryshe, lum dorë vogël. Më lumë dora vogël. Edhe një yll i vogël aty. Kurse Faleminderit. për Enedën, në shkëlqyer prezanton një 10 Eneda dhe për zërin të mrekullueshëm 10 me yll. Shkëlqyer komplimente. Faleminderit, shumë faleminderit. Me që aktori që sapo na la nuk ju përgjigj pyetjes tonë, dua të ta drejtoj ty këtë pyetje, ç'mendon për aktorët shqiptar? Për aktorët në përgjithësi le të them. Për aktorët përgjithësi, jo për aktorët e Portokallisë, se atë Jo, në Jo, përgjithësi jo. për aktorët. Për aktorët, mendoj që është nga profesionet më të vjetër në botë, më të bukur. Dhe ndoshta jeta pa aktorët do ishte pa emocione, kurse pa aktorët e humorit do të ishte shumë e mërzitshme. Kështu që ju falenderoj dhe juve dhe gjithë aktorët e humorit portokallisë që na Faleminderit. japin me të vërtet momente të bukura. Dhe duhet të shtoja një gjë për aktorët e humorit. Dhe sikur të mos ekzistonin, duhet i kishim shpikur me një formë apo tjetër që të na jepnin këto momente të bukura. Shumë faleminderit për bon sensin që pate dhe për ftesën që erdhe këtu në studio dhe të patëm këtu. Atëre, me që jemi të tre, a mund të anoncojmë ne numrin e radhës të tre bashkë? Pa diskutim. Okej. Se ra muhabeti pak më parë për gazetarët, dhe në fakt gazetarët shkruajnë për çdo lloj gjë të mundshme në botë dhe për këta dy personazhe që do të vinë tani, nuk do t'ja di asnjëri, nuk shkruajnë. Ta thot Arjani. Okej. Okej, përpara jush vjen Nasi dhe Naqa. Nasi Naqa! Naqa.